Shtetet e Bashkuara deklaruan të martën se kanë arritur marrëveshje të ndara me Ukrainën dhe Rusinë për të garantuar lundrimin e sigurt në detin e Zi dhe për të zbatuar ndalimin e sulmeve të dy vendeve ndaj njëra tjetrës. Nëse përmbushet, marrëveshja do të shënojë progresin e parë të qartë drejt një armpushimi në shkallë të gjerë, që Washingtoni e konsideron një gur themeli drejt paqes që do të jepte fund luftës 3 vjeçare në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë pranuar të garantojnë lundrimin e lirë të heqin dorë nga përdorimi i forcës dhe të parandalojnë përdorimin e anijeve tregtare për qëllime ushtarake në detin e Zi, thuhet në një deklaratë të administratës amerikane. Në të saktësohet se Moska ka rënë dakord edhe për të ndaluar sulmet ndaj impianteve energjetike në Ukrainë. Nga ana e tyre, Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Rusinë në eksportin e drithrave dhe fertilizuesve, si dhe në aksesin e saj në porte, vijon deklarata. Ndërsa në një dokument të ngjashëm të publikuar nga Kremlini, thuhet se përmbushja e marrëveshjes për lundrimin në detin e Zi varet nga një sër kushtesh. Konkretisht, njoftimi thotë se pakti do të hyjë në fuqi pasi të janë hequr sanksionet mbi bankat ruse të përfshira në tregti ndërkombëtare të produkteve ushqimore, dhe nëse Rusia pranohet sërish në SWIFT, një rrjet që lehtëson komunikimin e sigurt mes bankave. Nga ana tjetër, presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina do të përmbajë zotimeve të saj, por ka paralajmëruar se do të kërkojë sanksione të tjera për Rusinë nëse ajo nuk bën të njëjtën gjë. Nëse rusët e shkelin këtë akord, atëherë unë do t'i drejtohem në mënyrë direkte presidentit Trump. Nëse ata nuk do ta zbatojnë pjesën e tyre, ne do të kërkojmë sanksione të mëtejshme dhe më shumë armatime, ka deklaruar Zelensky.